Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 24, data 24 janar të 2026. Duket se është një ditë mjaft me rëndësi dhe kohë, sepse pikërisht kjo ditë ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me vendime, ka të bëjnë me ndryshime, sepse nga dje, në orët e vona dhe në këtë ditë kemi Marsi që kalon në shenjën e ujorit. Pra, Marsi ju e dini është planeti që përshpejton gjërat, çdo strukture, çdo gjë, çdo mundësi që i jepet e realizon. Dhe momenti është ai që i bën të ndiheni korrekt me punën, korrekt me gjërat që do të arrihen gjatë rrugtimit. Ajo që duket se bëheni më dinamik dhe kjo ditë është mjaft pozitive sepse ka të bëjnë me kuptimin, ka të bëjnë me shoqërinë, ka të bëjnë me një hapur të lirë, ka të bëjnë me çështjet të mëdha ekonomike financiare. Ndikon në mënyrë pothuajse perfekte që shenjat përfitojnë janë Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori të dhjetëdiqit të parë dhe të dhjetëdiqit të tretë, ku ndikimet janë të dukshme dhe mundësi të arta që kanë të bëjnë. Prandaj nuk ka të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Kjo datë na mëson shumë për arritjet dhe ndryshimet që vijnë gradualisht në fushën e karrierës dhe në fushën e punës. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj date, unë rikujtoj tek astrologo.al, faqja roz shikon atje. Atje mund të zgjidhni çdo lloj pakete. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek selleria pastaj dhe jeni gati për të blerë paketën dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Ja pas që shkoni, ai buton atje dhe jeni gati pastaj për të folur ose keni më tepër se sa një mesazh, atëherë kemi telefonin dhe nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashurit. Për juve të kësaj shenje duket se koha, momenti, periudha kur ndodhin gjërat është një periudhë që vërtet është mjaft e mirë për sa i përket punës, për sa i përket takimeve dhe bisedimeve, sepse data 24 nga njëra anë na jep mundësinë dhe kohën e duhur, nga ana tjetër na mëson se si ne të veprojmë në momente të vështira. Por është edhe koha tani që çdo gjë shikohet, rishikohet me çështjet ekonomike financiare, me punën dhe me biznesin. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresh janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqense Demi ka diçka shumë të madhe për të ofruar në fushën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe karrierën e tyre, është një moment që vërtet ndikuese, vërtet rrezatuese në ato që bëhet, ato që arrihet, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Meqense ndikimet, favorizimet, mundësitë të arta që keni në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mira që mund të realizoni në ekonomi, dhe një ndikim shumë i madh që është ai i punës, është ai i karrierës dhe i solidarizimit, për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket punës suaj, punës së përhershme, sepse një ndryshim që do të keni pikërisht në këtë ditë, edhe pse është një ditë që mendoni shumë për sa i përket ardhmës së javës që vjen, sepse dita e shtunë gjithmonë ka një mundësi mjaft të mirë për sa i përket zgjidhjeve dhe problematikave dhe të kohës në çështje shpirtërore, dhe që kanë bëjë me Dem dhe me Akrep janë të para. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se ngado që ta kthesh, ngado që të thuash, ngado që të rrezatosh, je gjithmonë në qendër. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime dhe jo vetëm, sepse është një moment mjaft i mirë, është një moment që gjërat do të ndikojnë dhe do të arrihet në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme, në lidhje me mundësitë të arta, që kjo jo kuvenon, po arrihet ajo çka bëhet, sepse gjithmonë njerëzit kanë mundësinë dhe periudhën e ndryshimeve të mëdha, megjithatë është në momenti mjaft i mirë, sepse do zgjidhni problemat juve që keni, por dhe kohën e duhur në anën
në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrepët dhe Diçin e tretë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet, meqense gaforet tani në këtë periudhë jo se kanë problem ose ndihen pak a shumë në mungesë të disa çështje ekonomike, mendojnë shumë nuk e realizojnë edhe që kanë ndërmend ata, por koha është mjaft ndikuese dhe rrezatuese për atë që bëhet, dhe është një moment shumë i mirë tani për tani në çështjet që lidhen me ekonominë, stabilizimin dhe ndryshimin e madh është momenti, periudha, koha e duhur për të zgjidhur problemin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të diçit parë, me Akrepët të diçit të tretë, nuk ka dhënë dyshim, nuk dyshoj fare sepse është e koha juaj, momenti më i hartë mund të jetë ndonjëherë, dhe pse jo, periudha është e juaja. Dashuria, dhe që nëse keni bëni me dash dhe me Akrep, është diçka, është një indicje për një ardhmë të sigurt në jetën tuaj. Të shkojmë tek shenja e radhës, të shkojmë tek shenjë tjetër që do thotë shenja e luanit. Luan të dashur, nëse ndikoheni ose nëse keni mundësi të ardhë në lidhje me takime ekonomike, në lidhje me vendime të rëndësishme, është një periudhë që tani për tani, edhe pse keni pasur ndryshime, edhe pse keni pasur ndikime në çështje pune, ndikime në çështje të biznesit ose të karrierës suaj, është një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku gjërat do të ndryshojnë në fushën e takimeve për të mirën tuaj. Është një moment shumë pozitiv, sepse i ndodheni në pozita shumë të mira dhe kjo bën që me vërtet keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, dhe kjo është një moment shumë i mirë, është një moment që vërtet juve do të keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj, dhe është momenti i duhur për gjërat që doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të diçit të parë, me Akrepët dhe Diçin e tretë, është mundësia mjaft e mirë për të zgjidhur disa çështje problematike, sepse gjithmonë luani është një hap para asaj çfarë ndodh, sepse ka intuitën të zhvilluar, por zgjuarsinë të monitoruar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshave. Për virgjëreshat, në fakt virgjëreshat duket se tani kanë një moment kyç në jetën e tyre, sepse do të duhet meqense si ditë pushimi, por jo se do kenë mundësinë ose do kenë diçka në vazhdimsi të tyre, por meqense ka të bëjnë në anën e biznesit ose në gjëra që do të veprojnë, dhe çështjet nga më të mira janë ekonomia, janë stabilizimi dhe përvetësimi. Ajo çka është në anën tjetër, sepse gjithçka mund të shkojë, gjithçka mund të arrihet, por të bëni pak kujdes, sepse gjërat mund të sjellin ashtu siç e prisni juve, por meqense virgjëreshat kanë kuptimin e jetës dhe jo të problemit. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorja dashura, nëse keni pasur probleme në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime që bëhen, kjo nuk është se ka diçka shqetësuese, nuk është se ka diçka që mund të ta zgjidhni ose mund të keni disa gjëra të tjera me momentin dhe periudhat që ndodhin fenomenet, kohën që keni me ndryshimin e madh që mund bëhet, por gjithashtu është një kohë e përshtatshme për të zgjidhur çështje problematike. Peshorët gjithmonë janë dhe mbeten në harkun kohor të tyre përsa i përket momentit, përsa i përket çështjeve dhe mundësive që ata kanë. Është një moment tani mjaft i mirë në anën ekonomike. Në çështjet që kanë zgjidhje në lidhje me anën dhe profilin në ekonomi, është koha dhe momenti i duhur përsa i përket zgjidhjes së problematikave, përsa i përket asaj çka ju keni dhe jeni, sepse kjo periudhë është një periudhë ndikuese dhe rrezatuese në atë që ju keni dhe doni. Në çështjet e dashurisë, duket se një kujdes të vogël do të bëni ju çështje peshorës në lidhje me binjak dhe me peshk. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Përsa përket akrepëve, akrepët të duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë ku juve të kësaj shenje, edhe pse keni mjaft ndryshime ose ndikime që mund të jepet në anën tuaj të pozicionit të planeteve dhe momentet më të mira
që kanë bëjnë është koha juaj edhe momenti që do të merr zgjidhje në anën ekonomike financiare, sepse pikërisht kjo ditë të ditës së shtunë të datës 24 është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në atë që ju e doni. Në çështje që keni bëni me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me kafore duke përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët e dashur, nëse keni mundësi në lidhje me disa takime pune, me disa gjëra që vërtet kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me disa udhëtime që keni të papritura, janë në favorin tuaj. Nuk janë se ka të bëjnë me gjërat që vërtet tani është momenti juaj, vërtet është një kohë që përshtatet me ekonominë, përshtatet me dashurinë dhe gjërat e tjera që do të pasojnë më tej. Sepse lidhjet afatgjat, mund të themi bëni si do e barazëmstuaj, por nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur, mirë është të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi. Momenti dhe koha do që juve jeni në anën tuaj dhe është më së korekte ekonomia dhe stabilizimi në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me virgjërisht dhe 103 është kohë ideale dhe mjaft ndikuese. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricavëve. Bricavët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë shumë herë ndikuese, sepse data 24 duke pasur parasysh edhe kohën e duhur përsa i përket ndryshimeve, përsa i përket mundësive dhe kohës, sepse ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë në anën tuaj, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë, sidomos ditë e sotme, për të riparë çfarë do të bëni në vazhdim dhe çfarë dhe ku juve e keni më të mirë mundësinë më të artë për të vepruar në çështje shpirtërore dhe që kanë bëjnë me peshore dhe me dem duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur, duket se juve keni mundësinë dhe keni edhe kohën, sepse Marsi, ndikimi më pozitiv për shpejtimet e gjëra që shkon në shenjën tuaj, dhe kjo bëhet më dinamik, është dhe ndikimi më i mirë i mundshëm, sepse është jep mundësi, jep kohë dhe jo vetëm, kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në anën tuaj, sepse shenjat fikse ku juve bëni pjesë dhe kjo është një ndikim dhe një mundësi e artë në lidhje me ndryshimin e vendimit, sepse në anën tjetër keni të gjitha mundësitë për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka jeni dhe asaj çka doni të keni në jetën tuaj. Prandaj është momenti më i mirë i mundshëm në fushën e dashurisë, duket se kjo ditë e shtunë na jep mundësinë, sidomos lidhjet me akrep, me binjak dhe peshore, është vetë dhe juve e keni në dorë për të arritur qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshqët dashur, nëse juve doni të bëni ndryshim ose e mendoni sipas të dhënave ose gjërave që ju keni pasur edhe më përpara, është një moment tani mjaft i mirë në lidhje me takimet që keni, lidhje me disa ndryshime që ju keni, është një moment shumë i mirë dhe pozitiv, duke pasur parasysh zgjidhjen e problematikave, duke pasur parasysh një bisedë ose një çështje që keni pasur lënë pezull në një pasuri e palujshme, por duket se tani ose së peshqve e keni mundësinë që e zgjidhni aty ku dëshironi dhe siç e keni juve menduar, është dhe momenti juaj më i mirë i mundshëm tani e tutje në këtë drejtim, në këtë aspekt. Koha tregon që është në anën tuaj dhe pozicioni i planeteve ju ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të udhëzuar në këtë aspekt. Këto ishin pak a shumë ishte mirë përsa përket pikërisht ditës së shtunë të datës 24 janar të 2026. Por para se të ndalemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar kudo ndodheni, Shqipëria apo diasporë, dhe kërkoni parashikim të detajuar, atëherë kemi pikërisht të faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin në kohë që keni bërë abonimin dhe flasim bashkë në detaje çdo gjë që dëshironi, dita ditës, java javës, muaj muajt dhe vitit në tërësi. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live ose doni të abonoheni, që të merrni një parashikim direkt, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e shikoni, bëni subscribe, ja pra, dhe aty komplet, ja, të gjitha, dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazh dhe për të marrë drejt përgjigje. Për juve që doni që
keni një çështje, për shembull, një ditë, një ditë martë, do të lini takim, ose më kryesorja, që është një takim ose përshkëmbim unazësh, një orë e mirë për të biseduar me dashurën time, atëherë keni pikërisht membership, ja ku keni këtu. Kur themi membership, themi që aty do të shikoni të gjitha në çështjet që juve keni dhe duke dërguar mesazhet në adresën, dhe kjo bën që juve të jeni korrekt në atë çka bëni. Ka unë Rufulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.